الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit e Zotit ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Këto janë fjalët që më së shpeshti përsëriten përgjatë ditëve të Fitr Bajramit, sepse janë fjalët madhëruese që Zoti i meriton. Janë fjalët që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i thoshte gjatë ditëve të Bajramit. E këto fjalë janë të mrekullueshme për arsye se janë madhërim për Allahun e madhërisëm. Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. La ilaha illa Allah, nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos Allahut. Allahu akbar, Allahu është më i madhi, walillahil hamd, dhe vetëm Allahut i takon lavdi dhe falënderimi. Këto fjalë janë madhërim ndaj Allahut subhanahu wa taala për arsye se na mundsoi arritjen dhe përmbushjen e Ramazanit në tërësi. Sipas asaj që Allahu na orientoi me librin e tij dhe sipas asaj që dëftoi pejgamberi i tij, me traditën e tij, me këshillat e tij, praktike e teorike gjatë gjithë jetës së tij. Allahu është më i madhi sepse vetëm atij i takon çdo lavdë dhe çdo falënderim. Sepse vetëm ai është krijuesi absolut i gjësisë. Sepse vetëm ai meriton çdo përkushtim nga ana jon, sepse vetëm atij i takon çdo përgjërim. Allahu është ai i cili krijoi gjësinë, ai i cili na krijoi neve, ai i cili na dha mundësinë të jetojmë, ai i cili na begatoi, na pasuroi me mirësi të shumta, që i dim e që nuk i dim, të cilat edhe sikur të përpiqeshim t'i numëronim apo t'i përkufizonim ato, nuk do të kishim mundësi ta bënim një gjë të tillë sepse është e pamundur. Aq shumë Allahu na ka nderuar, aq shumë Allahu na ka begatuar, aq shumë Allahu na ka pasuruar me mirësi nga të gjitha llojet, që përfshin çdo aspekt jetësor. Andaj vetëm Allahut i takon adhurimi. Prandaj themi Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Besimtar nderuar, shkurtimisht dua t'ja përkujtoj vetes një ajet Kuranit nga sura Ali Imran, pastaj edhe juve gjithashtu, sepse ky ajet na orienton drejt arritjes së faljes së Allahut ndaj nesh, e mbi të gjitha drejt xhenetit të Allahut madhërisëm. Allahu thot ba'de bismillahirrahmanirrahim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Nxitoni drejt faljes së Allahut, drejt faljes që ne kemi shumë nevojë për gabimet tona, për lëshimet tona, për padrejtësitë tona, për mëkatet tona, që i dim e që nuk i dim, që i mbajmë mend që i kemi harru, që i veprojmë në fshehtësi apo në publik. Kemi nevojë Allahu më na fal. Prandaj Allahu na ka obliguar agjërimin e Ramazanit. Prandaj Allahu na ka mundsuar ne me arrit Ramazanin, na ka obliguar agjërimin e tij,
në ka obligu edhe adhurimet për cilëse me te, për arsye se kemi nevojë Allah me na fal. Kemi nevojë për shpërlarje të brendshme, kemi nevojë për rigjenerim, kemi nevojë për riformësim, kemi nevojë për edukim. Prandaj Allahu thot nxitoni drejt faljes. Për dynjan nuk thot nxitoni drejt dynjas, nuk thot nxitoni drejt riskut. Thot esni mbi sipërfaqen e tokës dhe kërkoni riskun e Allahut, sepse risku është vetëm kompetenca e Allahut. Dhe shqyrqyr që është, sepse po t'ishte në dorën e njeriut, edhe ajrin kish me privatizu, edhe diellin, edhe hanën kish me përvetësu. Por fatmirësisht Allahu e njeh krijesën njerëzore dhe e din se çfarë është në gjendje të bëj, nuk ja ka dhënë këtë të drejtë dhe këtë mundësi. Allahu ka garantuar që risku vije vetëm prej tij. Ne i ndërmarrim shkaqet e nevojshme e Allahu e mundson riskun prej qiellit të tij. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allahu thot në qiell e keni riskun, jo në tokë, dhe atë që u është premtuar juve. Pra risku zbret nga qielli në tokë. Si mirësi dhe begati Allahu ndaj nesh. Prandaj thot nxitoni drejt faljes së Allahut, sepse falja është shumë më e rëndësishme se sa kërkimi i riskut. Sepse falja është risk shpirtëror. Pasuria materiale, ari, argjendi, para janë risk material, janë risk lëndor, por falja është risk shpirtëror. Në qoftë se Allahu të fal, ti je njeriu më i pasur në botë. Sepse kur Allahu të fal, realisht edhe të do. Kjo është dëshmi që do, se Allahu e fal vetëm ato që e do. Nëse Allahu të fal, Allahu të ka shpëtu. Nëse Allahu të fal, Allahu të ka nderu. Nëse Allahu të fal, Allahu të ka ngrit. Nëse Allahu të fal, Allahu të ka përndrit. Nëse Allahu të ka fal, Allahu xhenetin ka me ta dhon. E nëse Allahu të fal, Allahu ka me ta mundsu takimin me të, dhe kjo është mirësia më e madhe që ekziston. Prandaj thotë nxitoni drejt faljes. Wa jannatin arduha, edhe drejt xhenetit, gjerësia e të cilit është sa? Wa jannatin arduha as-samawati wal-ard. Gjerësia e cilit është sa ka hapësirë mes qiellit dhe tokës. Subhanallah, pak shpinë e madhe me bë, po na hy vet janë qef, po kënaqemi, komoditet. Alhamdulillah, Zot, mi bën e kushtet me dal pak për asaj ngushllëkut të madh, që mazike frymën, ajo dhom me vogël. Pak me bë shpinë e mirë, e gjon, po gëzomi. Po me ta dhon Allahu xhenetin, gjerësia e cilit është sa hapësira mes qiellit dhe tokës. A ka mirësi më të madhe sa kjo? E Allahu po ta garanton xhenetin nëse ti ja garanton imanin. Shumë e thjeshtë. Marr dhënje. Merr jep. Pa dhon s'marrish. Asgjë këtë botë s'mush me marr pa dhon diçka. Pa dhon dashni s'merr dashni. Pa dhon mëshirë s'merr mëshirë. Pa dhon parë s'marrish parë. Pa dhon falje s'marrish falje. Çdo gjë është marrëdhënie. Edhe në raport me Allahun subhanahu wa taala, ndonse ai na ka dhon pa na pyet. Ai na ka dhon jo për mja kompenzu na se s'mujna me boni gjë të tillë, po na ka dhon Allahu për me falendëru atë, për me adhuru atë. Edhe kur na si japim e prap na jep. Për 24 orë në dite, ka lyp mja dhon Zotit veç 1 orë e gjys. Veç 1 orë e gjys. Tjera ti ki për veti, për familje, për shëtitje, për kënaqësi, për bukuri, për çdo gjë që ty të nevojitet. Për gjitha asaj pasurie materiale, 2.5% që ka thonë jepe për mu, që realisht është për ty, por Allah të ka bë obligim se ti si adin vlerën asaj. E kur ta bën Allah obligim, s'ke ku me ik, dush me dhon paqare, e kjo përfundimisht është për të mirën tënde. Prej 12 muajve, 1 muaj ka thonë përkushto mu. 11 muaj janë tuat, ha kur dush, pik kur dush, afroju gruas tënde kur dush, krejt hallat e Zotit shijej. Ama 1 muaj përkushto mu se është për të mirën tënde. Se ke nevojë me balancu gjendjen shpirtërore me gjendjen trupore e mendore, se e dhon 11 muaj vetëm as materiale, hajde pak ka spiritualja. Lëndorja, hajde pak ka shpirtënorja. Hajde se ke nevojë pak peshorën personale me balancu. Prej këtë jetës tënde, këtë jetës, ka thonë një herë një jetë, shkon në qabet Allahit. Nëse ki mundësi, s'ta ka bë obligim. Nëse ki mundësi materiale, shëndetësore, transportuese, lëvizëse, i ke çdo mundësi, shko se e ke obligim, se është për të mirën tënde, se ndryshe i flet Allahut afër shtëpisë tij atje në qabe, prej shtëpisë tënde këtu. Ndryshe është.
Zemra rre ndryshe atje dhe ju që i nikon e dini shumë mirë se çka jam të thonë e mos flas për mua që kom jetu atje. Wallahi, gjaku rrjedh ndryshe atje në përvena. Gjaku. Mu më kara me taku njerëz që s'kan lon haram pa bon. S'ka lon haram që ati ka shkun mendje pa e bo. Wallahi ka thonë se kum gjetë asë njëherë knarsin që e kum gjetë. Veç kër e kum pa qabën. Veç kër e kum pa qabën me sy. E mos flasin pastaj kër e kum adhuru Allahun rreth qabës. Kër e kum ba ibadet Allahut. Me sytë e mi e kum pa këtë njeri une. Hoxha, nuk ka përshkrimaj për jetim. Hoxha, kretë pasunin e kisha dhonë, me pas dit dikur, me përjetu një qast vetëm që përjetoj tani. Pas kom ditë, hoxha. Dynjoja më ka marrë për para. Kretë që to që për i përmendi, janë shumë të pakta në krasim me atë që Allah për në jetë. Gjenetin, gjërësia, cilëtërsa, qia, toka, bashkarisht. Përjetësisht, jo përkosisht jenë dynja, gjeneti e përjetësisht. Ku ka ma mirë si sa kjo? Pa ne Allah po të nëzitoni. O iddet lil muttaqin, sepse është përgadit për të devotshmët. E tash kush janë të devotshmët? Allah thot, alladhina yunfiqun, ata që japin, pe pasunis materiale. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, japin edhe kur kanë edhe kur s'kan. Është shumë lehtë me dhon kur ki, por është e mundur me dhon edhe kur s'ki. E besa në herë kur s'ki, du të me dhonë ma shumë se sa kur ki, se që ajo që e jep kur ki, ta shton edhe ato që si ki. Ta bjerë ato që si ki. Se me marë për asaj që ki është ma pak e dhimshme, ma e mundshme është. Amo kër e merë për asaj që si ki, ose e ke shumë të pakt, e ke shumë elementare, shumë minimale, edhe e din që fëmijëve tu s'po mush mja përmbush këtë nevojat, këtë kërkesat, këtë dëshirat, me gjitha të merë pak për qasaj, edhe a jep dikuj tjetër, solidarizohesh edhe me fëmijët e tjerve, vallahi Zotit ashton e ta begaton. Që kjo është devotshmëri. E Allah thot, për me qeni devotshëm dush me dhonë edhe kur ki edhe kur s'ki, pse në çdo rrethon, në çdo situatë prej Allahut e ki. Wal kadhimin al ghaidh, edhe ata që kjo është niveli i dytë i bamirësisë, tash pak më lart. Ata që e frenojnë mllëfin. Të vjen nervoza momentale. Të ka nervozu dikush, mos shpërthe. Se mas pak ti i bën nder vetës. Edhe mas pak ti zgjidh problem. Veç ka i shton problemet. Ku gjo mos bësh, ke me smu vetën. Ku gjo s'ke me bë. Kështu që frenoje vetën. Dëshmoja Allahut kush je. Jo aty në njerëzve, se ata ndoshta se meritojnë hiç. Ata ndoshta e meritojnë mjaftim me të njëjtën fjalë, me të njëjtën vepër. Por Allahu nuk e meriton një qasje të tillë. Qoftë edhe ndaj atyre që nuk e meritojnë qasjen e tillë. Na do të mja dëshmu Allahut kush jemi. Mja dëshmu zemrën, to Allah, këtë zemër ti ma ke dhënë me ma eduku mu. Kjo zemër është emanet i madh për mu. Nuk lejojnë zemrën teme me pas kësi ulljet nivelit, me hup edukatën une. E me smu vetën, prandaj kur ka ardha njëri te pejgamberi Allah dhe ka thonë, më këshilloja Rasulullah, ka thonë, la taghdab, mos u nervozo. Ky ka prit në e farë këshill tjetër, ai ka thonë direkt, mos u nervozo. Ka thonë, më këshillo prap, ka thonë, mos u nervozo. Më këshillo prap, ka thonë, mos u nervozo, 3 herë, ka pa që kjo ka këshilla për mua, edhe mos ka shku më andej. E pse i ka thonë pejgamberi Allah 3 herë, mos u nervozo, mos u nervozo, mos u nervozo, se e ka ditë që e ka dobësi nervozën. Dhe realisht për nervozës s'ka kur farmisie. Fakti që ti po shpërthen në moment, mos mendoj që je të zgjidh diçka. Ti zgjidh atë kur përmbash. Atë kur e ruan qetësinë tënde, kur je i qetë me vetveten, kur e kupton pasqyrën e atij që po ta cenon ty nderin, moralin, pasurinë, me fjalët e tij, me veprat e pamatura, e kupton në fytyrën e tij, në gjuhën e tij e kupton vlerën tënde. Thuaj alhamdulillah që s'jam si ai. Alhamdulillah, Zot. Pastaj thot wal kadhimin al ghadha wal afina anin nas, edhe ata që i falin njerëzit. Dhe ky është niveli më i lartë. Shumë është kollaj me nxjerr parën pi xhepit. Shumë është kollaj. E nxjerr. Edhe zullumçari më i madh e nxjerr në herë parën pi xhepit edhe jep. Shumë është kollaj në herë edhe me përmbajt veten pi nervozës. Ama shumë është vështirë mi fal ata që të bëjnë padrejti. Kto çdo kush s'e bën. Ama kush e bën, lum për shpirtin e vet. Lum ai për shpirtin e vet që i fal ata që i bëjnë padrejti. Nuk po them mos më marr hakun e vet. Nuk po them hakun merre, drejtësinë kërkoje. Por mos u hasmo, mos u armiqso. Fal te i kalo, arsyeto.
edhe në fund Allah thot wallahu yuhibbul muhsinin. E Allahu i don bamirësat. Andaj mundohu që të jesh pej gjithë këtyre bamirësave, edhe për atyre që japin pej xhepi, edhe për atyre që japin pej zemre, edhe atyre që falin. Allahu ne i fal gjitha gjunahet që i dim e që nuk i dim, ne i pranon veprat e mira, ne i mbuloft të metat tona, ne i fal mëkatet tona, dhe në Zoti që për herë të keni lumturi dhe gëzim, dhe në Zoti që të përjetojmë edhe shumë Ramazane e Bajrame të tjerë, bashkërisht kështu sikur se sot, dhe lutim Allahun që të na shpërblejë me xhenetin Firdaus, duke na ringjallur me pejgamberët, me dëshmorët, me njerëzit e mirë dhe sinqert. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.